Mirë po, ata për me shfaqë atë që e kanë epitetin e të përfaqësuesve të popullit duhet me qëndru dhe i kanë drejtat e tyre me votu për, kundër me abstenu. Mirë po, nëse nuk qëndrojnë, atëre këta do t'ju hakmeret faktikisht qytetarët e Kosovës do t'ju hakmeren partive politike sepse po e qojnë vendin në zgjedhje të përsëritur të parakoshme. Partive politike opozitare, sepse njëjtën kisha thonë nëse vetëvendosja në matematika tjera nuk ishte me qëndru faktikisht në parlamentin e Kosovës dhe ne edhe pse vetëvendosjes duhet ta dim, duhet ta thojmë haptas. Vetëvendosjes nuk ka kurfar logjike, çfarë do që ta marrëm që me vetëvendosja me kërku me shku në zgjedhje të parakoshme kur për herë të dytë, po flasim tani për tani, pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit i ka 51.11%. Do thotë diçka do të mos me pa mirë, do të me pa syza terta, do dojna me shku në zgjedhje. Vetëvendosja të lëshoj pe në këto bisedimet që do të bëhen. Unë mendoj që po. Për të shmangur zgjedhjet, sepse, si që po thonë edhe ju, nuk i konvenojnë. Vetëvendosjes nuk i konvenon. Gjitha partive tjera, opozitare, shqiptare, ju konvenon me shku në zgjedhje se, kushtimisht për thëmë, ma keq se që janë qitash, do thotë nuk besoj që i mujnë me konë. Mirë po, nëse këta me inskenimet e tyre, partit opozitare, prap nuk japin kontributin e tyre për zgjedhjet të presidentit, ta do të ndëshkojnë në ranë nga qytetarët e Kosovës në zgjedhjet e ardhshme të parakoshme. Mirë po, kujna nuk i konvenon, definitivisht nuk i konvenon lëvizjes vetëvendosjes, sepse a mundet me fitu vetëvendosja ma tepër se 51%? Mundet. A din Albin Kurti që thotë edhe mundet, a din? Mirë po, me këtë rezultat. Gjitha të gashi ka zëra që po thonë se Kurti po dëshiron që të shkoj vetë në zgjedhje për shkak se nuk i do më 51% Për që të për thëmën, a mundet me fitu ma tepër se 51% mundet. Po kur i ki 51%, atëre pu dashka që vetëvendosja me fitu mbi 80%, do thotë që me mujt edhe në zgjedhjet e ardhshme të parakoshme me zgjedh parlamentin, qeverin, kur ti 4 i bjen, edhe me zgjedh presidentin apo presidenten. E a mund mu fitu 80%, është paksa do thotë e dëshirueshme, por se di sa është e mundshme. Po Pi bjen që edhe me 79%, jo me qenë në i qartë. Pi bjen që edhe me 79%, kuptimin falë, edhe me 79 deputet. Nuk ja rrinë sërish... Nuk pa rri kam i zgjedh presidenten, po parlamentin, po qeverin Kurti 4... Ajo më pas ndoshta nuk e di sa do ishte e dobishme edhe Kosovën. Do t'ishte fatkeqësi. Ja thot sa fiton qatë qeveri, se nuk mund me ona diçka. Mos na votoni bre shumë se s'po na vyni 50%. Ajo është çmenduri. Sa ma tepër fiton, sepse lufta është për pushtet. Sa ma tepër fiton, aq ma tepër ki institucione nën menaxhimin tonë. Sepse institucion edhe parlamenti, është qeveria, edhe presidentja. Po nëse përdorëm logjikën e kundërt, qysh jo blend po e thoni në mënyrë figurative, jo që po dëmton diçka, pi bjen që partit opozitare, veç me nejt kam kryq, me pi nej qaj, ose diçka tjetër dhe me ona diçka. Deshi votona, ndeshi mës na votoni. Jo, s'është ashtu, sepse këta me mishe me shpirt, se cila parti politike do të tenton që sa ma tepër të fitoj në kur do që i kanë zgjedhjet, sepse ata e dun pushtetin, e në pushtet do të me pas dikan, s'mujna me liu anarki, por jo që faktikisht pa i dhonë zër, që mund është i me marrë rezultat, sepse keni pas zëtin Kurti, Albin Kurtin, a i ka qenë një dit ka qenë kushtimisht për them Gjakov, njëjtën dit ka qenë Prishtin, njëjtën dit ka qenë Gilan, njëjtën dit ka qenë dikun anë banë Kosovës. Këtë e kam bërgjë. Ta tjerë që të shëndo analistat lëdhë, të menu që analistat kanë njafituar dhe partive politike opozitare, sepse ka qenë edhe kundërta, jo, s'pe ofendoj kërkan, se s'përmena emna, jo, a dikush ka mujtë dhe mu dhe ty me na, po nasjena, unë s'pa ku s'jam analista, dhe në kështu, mirë po, ata njerës kanë menu që këta, prej studiove televizive, ja osigurojnë vota të mjaftueshme. Të shonë që mendon Foftolli, sepse po shoh se nuk po pajton që as për afërsisht e me kalu pragun ndoshta zgjedhor, thikë jo më na po dojna me fitu zgjedhjet, qysh do të qysh çështje pragut. Të gjithë optimist nuk kur ti ngor është gora është e hapur tonë. Është Gashi, se është e mundur të hysh në një garë ku nuk e synon fitoren më pas. Po them dhe unë vetë ti po thua më mirë se unë. Ti momenti që se synon fitoren, atëre ti pse po hyn garë ne. Po kur ti e din fuqinë që je i leksh, ti thjesht për me qenë i fortë, Skënderbeu na ka mësuar për këtë, duhet mu bashku ato thuprat domon që ni kanë ai thekë më smishkyën e këto, po kur u bëjshin 7-8 smujti. Kuptoni ata që kena mësuar në shkollë. Çaj kushton, do thot PDK, LDK, AK, mu bo bashkë. Gashi, Foftolli, fal. Gjë heq. Pa fol ka shumë to më aty herë do të më